të shtetit. Unë po të them, Erion Velin e mori për një dosje, ndërkohë që tashmë i ka hapur 2. Ilir Beqen e mori për dosjen e sterilizimit pa mas fare, me detyrim paraqitje, sa u bë Beqja vinte çdo javë në SPAK dhe që nuk përbënte me lajm, as kameramanët nuk e filmonin, dhe që pas saj 3 apo 4 muaj pas dosjes parë ju hap dosja 2 dhe sot e ke në burg. Kemi raste të tjera Arben Ahmetajn, po ashtu, që hyri me një dosje dhe ju bën 2. Pra është marrë 2 eri pandevur Arben Ahmetaj. Prandaj që mos të vi çudi që edhe Belinda Balluku do hyjë me një dosje, siç po hyn, dhe mund të dalë edhe me 3. Sepse ka 3 apo 4 procedime të hapura, të cilat nga momenti në moment më ndryshojnë statusin e saj, jo vetëm si status të qenurit i pandehur ose jo, por mund të sjellë edhe masa sigurimi akoma më të ashpra që mund të ashpërsohen deri diku tek arresti i shtëpisë. Sepse ka çështje për pastrim parash, për fshehje pasurie, për korrupsion pasiv të zyrtarëve funksionar publik të lartë, dhe që padyshim është edhe rasti ku ne po e diskutojmë.